fillo. Gati. Shpesh shohim që njerëzit kanë probleme me syt. Syri punon ka muskujt e vet dhe do t'jak dhe ushqim. Po japin disa ushqime shumë të thjeshta. Njëri është shikon majtas, pa lëvizur kokën, shikon maksimum, pastaj djathtas. Pa lëvizur kokën. Pa lëvizur kokën vetëm syt shkojnë. Ja, këtu majtas, shikon këtu. Tash shikon djathtas. Ja tulem që të duken syt më mirë. Bëj edhe herë syt. Majtas. E çon tash kokën e lëvizur, shikon. Po e di. Shkojnë maksimum. Kjo i hapo të muskujve syve, i çarkullojnë gjatë. Edhe çon në krahun tjetër. Ti e bën tani, unë e bëj, do të filmu ty, po e bëj edhe vetë. Po bëj pasaj, shiko. Pasaj poshtë. Nuk e lviz kokën. Jo, lart. Po. E ndjeqin ato muskujt që hapen. Poshtë. Lart. E bën 3-4 herë. Po të lodhën sytë i ndedh pas sytë. I shtrëngon. Po. Pastaj e gjiron si rumullak. Sikur po shikon në ato akepat e orës, shikon majtas, las, e kam djedhë. Mos e lviz kokën. Po si të djedhë pak. Po lviz kokën ty. Pastaj e krahun tjetër. Pak. Pastaj afër, shikon afër. Shikon larg. Po, shumë e mirë për muskujt e syve. Po, të diafragmë, që ka diafragmë, që është gylbi. Gylbia që e xhirojnë në larg apo edhe syria shu e ka, edhe çon po afër, e çon larg. Pastaj përkon. Ose në një distancë më të madhe, për shembull, në hapësirë, në distancë më të madhe. E çon larg ose afër, larg afër. Përkon duhet kështu, edhe e bën kështu syt. Ose kështu. Po, që jep energji syve. I më shumë në syve dhe largon problemet e të të. Marrë?